nuk u kuptuam. Pezullimi është vendim i një gjykate që ne do ta përcjellim në gjykatën kushtetuese si një akt brutal ndërhyrje në pavarësinë e pushtetit ekzekutiv. Dhe gjykata kushtetuese do duhet të na thotë se cili është qëndrimi i saj bazuar mbi Kushtetunë e Republikës së Shqipërisë. Pra nuk jemi në kushtet kur duke ndërhyrë me forcë në pavarësinë e ekzekutivit mund të diktohet ndonjë lëvizje e qeverisë. Kështu që për periudhën që flasim, qeveria e Shqipërisë nuk ka zëvendës kryeministër dhe nuk ka një ministër të infrastrukturës dhe energjisë që funksionon. I cannot comment the concrete cases. What I can komentoj çështje konkrete. Ajo që mund të them është që një sistem i pavarur gjyqësor është një nga arritjet më të mëdha të Shqipërisë gjatë viteve të fundit dhe gjithashtu Shqipëria ka patur një ecuri të rëndësishme në luftën kundër korrupsionit. Dhe këtë ne kemi patur si pjesë të gjetjeve tona dhe kemi bërë edhe pjesë të raportit të zgjerimit, ajo që ka ndodhur gjatë 2 viteve të fundit në Shqipëri në fushën e sundimit të ligjit, e mbrojtjes së qytetarëve dhe të sektorit të biznesit, do thosha që është e paprecedent. Ajo që ne duam nga çdo vend kandidat është të ketë një sistem ku me ndihmën e sistemit gjyqësor do të ketë siguri ligjore, që në rast se dikujt i dhunohen të drejtat, atëherë ka gjykata dhe ka gjykatës të cilët do të kujdesen për këtë çështje. Dhe sigurisht që raste të tilla ndodhin gjithandej, por e rëndësishme është që ne të ndjekim vendimet e gjykatës dhe ajo që kam dëgjuar nga kryeministri që do të ndodhë në fakt. U soll këtu Bashkimi Evropian si një pikë referimi për çfarë duhet ndodhi nga pikpamja politike. Nuk ka një qëndrim uniform Bashkimi Evropian, por ajo që është më e rëndësishme se sa kjo është që nuk bën vaki në Bashkimin Evropian, që njerëzit të pezullohen nga funksionet, është unike në historinë e Evropës kjo, duke qenë të zgjedhur, nuk bën vaki në Bashkimin Evropian që kryetarët e bashkisë të merren nga zyra dhe të çohen në burg pa gjyq dhe të mbahen në paraburgim për muaj e muaj të tërë, nuk bën vaki në Bashkimin Evropian që siç e thot jo qeveria e Shqipërisë, po Komisioni i Torturës i Strasburgut, një vend të ketë më shumë të paraburgosur se sa njerëz të gjykuar dhe të burgosur me gjyq. Kështu që në këtë pikë unë besoj që të gjithë duhet të bëjmë punën dhe të luajmë rolin tonë.